Ndërkohë Anesti, Partia Demokratike është përfshirë nga proceset zgjedhore, por sot Sali Berisha konkretizoi pikërisht me data për krejun e ri të partisë, ndërkohë u bën dhe zyrtare ndryshime në statut pra u ngrit grupi i punës. Po, do të kemi zgjedhje në të gjithë Partinë Demokratike, duke nisur nga kryetarët e degëve të mbetur, janë më shumë se 50 degë do të kenë kryetarë të rinj, por edhe kryesi degë, ku këto votime do të qëllohen në datën 30 prill. Nga ana tjetër, në 23 maj do të kemi zgjedhjen e kryetarit të Partisë Demokratike, ku tashmë hapet gara për kryetarin e Partisë Demokratike. Zoti Berisha do të ketë dhe kandidatë të tjerë në garë, pasi e kanë për të qartë që nuk do të respektohet Neni Basha, është të quajtur nga demokratët për dorëheqjen e paravëkueshme të kryetarit në rast humbjes së zgjedhjeve. Ndërkohë, në datën 6 qershor, 2 javë pas zgjedhjes së kryetarit, do të kemi kuvendin e ri kombëtar dhe pas kuvendit kombëtar do të kemi zgjedhjen e Këshillit të ri kombëtar, të kryesisë dhe të gjithë sekretariatet, ku do të kemi një kupol të re drejtuese të Partisë Demokratike brenda korrikut të këtij viti, një proces i vonuar duke krahasuar me rezultatin e zgjedhjeve që kanë premtuar shpesh herë demokratët që do të kenë ndryshime dhe do të ketë reflektim për rezultatin e 11 majit. Ndërkohë me njëherë sapo Sali Berisha dha këtë lajm, pati një reagim të fortë në fakt nga Ervin Saliani, apo jo? Po, zoti Saliani ka reaguar në media sociale, ku vendimin e sotëm të kryesisë për ngritjen e një grupi për ndryshime statutore që do drejtohet nga Gazmend Bardhi, i quhen si një frikë dhe si i shëmbëltyrë e Edi Ramës, thot ai, pasi zoti Saliani ka pohuar gjithmonë që duhet të kemi një ekip apo një Parti Demokratike ndryshe nga Edi Rama, por sipas tij me vendimet e marra ditën e sotme në mbledhjen e kryesisë, Partia Demokratike bëhet njësoj si Edi Rama dhe tregon që ka një frikë. Sipas tij Neni Basha nuk duhet ndryshohet, ai është një nen i qartë dhe duhet respektuar dhe nuk duhet ketë ndryshime, pasi siç e kemi thënë herë të tjera, Neni Basha detyron kryetarin e Partisë Demokratike të dorëhiqet dhe të mos zgarojë më në zgjedhje nëse humbet zgjedhjet e përgjithshme. Ishim me gasetarin dyqenien Anesti Bajramema, i cili na raportoi për vendimet më të fundit të kryesisë, por dhe të grupit parlamentar të Partisë Demokratike. Lideri demokrat Sali Berisha